Salam alaikum hoj, a lejohet thot femra me shku fitnes, vetëm gjinin femëror, aleikum salam rahmatullah. Në parim, qësh lejohet me shku në punë femra ku ka veç femra, qashtu edhe në fitnes lejohet me shku femra në fitnes ku ka veç femra. Edhe është fitnesi i femrave. Por pastaj, si shkon deri atje, qëfar femna ka aty, qëfar tesha vesha ja, a ka mundësi të inqizoj dikush, a ka kamera aty që mu keq përdor pastaj. Këto janë mesele tjera. Pra, në parim themi është e lejuar, por në bazë të qytyne sebepeve të jashtme, mund themi që ndalohet. Mund themi. Nëse vishet që shduhet, ka aty femna të hajrit, nuk ka rrugaqe, nuk ka kamera që mundën mu keq përdor. Edhe nëse ka kamera, por motra bën aty ushtrime që edhe me pa dikush ka uniformën islame, veshjen islame pa problem, inshallah taala nuk ka të lashe, por mu më vjen që di, pse me pruna punën që detyrimisht me shku në fitnes. Pak është, ku më shkon fitnes? Është pak më randon kjo, nuk thëmë që është ndalume. Po, subhanallah ka ardhur koha prej luksit madh që gratë me shku në fitnes, të nejtë, të shtu pesh, të mos bën fëmijë, të nejtë lukset e tjerë, edhe në funa pet ankesa. Allah na përmirësoft.